Përshëndetje të dashur miq. Shpresoj të keni kaluar sa më bukur dhe të jeni sa më mirë. Në videon e sotshme do të flasim në lidhje me një mesazh që kam marrë për ju dhe më prezantua në fakt shumë bukur. Kishte të bënte me mendimet tona, dhe se si këto mendime krijojnë realitetin ton, dashur pa dashur ne. Dhe paralelizmi i bukur ishte në lidhje me veshjet. Pra e keni parasysh që jo të gjithë kanë të njëjtat preferenca kur vjen puna tek veshjet. Jo të gjithë pëlqejnë të njëjtën ngjyrë, jo të gjithë pëlqejnë të njëjtin stil veshje dhe të njëjtin outfit. Por kjo dikton se si është identiteti ynë në përditshmërinë tonë. Dhe njerëzit në impaktin e parë që kanë kur na takojnë, kuptojnë shumë ndoshta jo të gjithë, por që kuptohet shumë në lidhje me identitetin tuaj vetëm nga mënyra e veshjes që ju keni. Ajo që më tregua është për shembull mendoni sikur në mëngjes ngriheni dhe thjesht vishni veshjet e para që dalin përpara për ju. Dhe më pas vazhdoni ditën tuaj me to. Dhe çdo ditë bëni të njëjtën gjë. Dhe kështu ju krijoni identitetin tuaj çdo ditë në mënyrë të pavetishme. E njëjta që është edhe me mendimet. Ju mund të ngriheni në mëngjes dhe thjesht keni mendime në mendjen tuaj, nuk e dini pse janë aty, nuk e dini fare se çfarë mendimesh janë një herë, pra nuk keni të vetëdijshëm. Por edhe pse ju nuk keni të vetëdijshëm, ato krijojnë realitetin tuaj. Sepse mendimet tona diktojnë më pas veprimet tona, që më pas diktojnë realitetin ton dhe ja ku e kemi rezultatin. Pra dashur pa dashur ne krijojmë vetë realitetin çdo ditë. Dhe ne mund ta ndryshojmë që sot realitetin ton ose narrativën që do të manifestohet në lidhje me realitetin ton që sot. Thjesht duke bërë këtë gjë, pra të ndryshojnë mendimet tona. Është njësoj si të ndryshoni që sot mënyrën se si visheni dhe ju të dukeni një tjetër njeri, mënyrën si mbani flokët, mënyrën si visheni, dhe papritur edhe njerëzit që ju njohin do thonë që ju jeni personalitet i ri. Pra është njëjta gjë me mendimet. Sepse mund ta mendoni edhe kështu. Për shembull, jo të gjithë do t'i pëlqejnë veshjet tuaja apo mendimet tuaja, dhe kjo është okay. Dhe ndoshta ju nuk mund të vishni veshjet e dikujt tjetër, sepse nuk keni të njëjtin trup, pra është okay që ju të keni mendimet tuaja dhe të mos diktoheni nga mendimet e tjerëve, pra mos të ndikoheni. Dhe nga ana tjetër, vjen momenti që ne rritemi. Fizikisht po flasim një herë, dhe duhet të ndryshojmë, pra nuk mund të veshim veshjet që kemi patur kur ishim fëmijë. Dhe nga e njëjta perspektivë mund të shohim dhe mendimet. S'mund të kemi të njëjtat mendime si kur ishim fëmijë edhe tani, apo jo? Mund t'i kemi sigurisht, por që ne avancojmë, rritemi, evoluojmë, ky është kuptimi i jetës. Dhe edhe personalitetin ton, ne nuk kemi njësoj siç kemi qenë 1 apo 2 apo 3 vite para. Pra, edhe personaliteti jonë ndryshon në varësi të mendimeve, në varësi të periudhave, të fazave të jetës, dhe kjo është mëse okay. Nuk kemi pse ta për ky është qëllimi i jetës. Nuk duhet të qëndrojmë në vend numero dhe të ngecur aty dhe gjithë jetën të njëjtat mendime, gjithë jetën të njëjtën veshje. Ne ndryshojmë dhe kjo është e bukur e jetës. Dhe mund ta shikoni me syrin entuziast që të provoni sa më shumë. Ndoshta të provoni se si mund të duken personalitete të ndryshme në jetën tuaj nëse e dëshironi dhe e preferoni. Dhe kjo është shumë e thjeshtë. Fillon thjesht me mendimet tuaja. Dhe ky është paralelizëm shumë i bukur që më tregua, sepse mendimet kanë atë range-in e tyre pozitiv-negativ, që në fakt varet për secilin është e ndryshme, ne kemi folur për këtë. Por edhe veshjet kanë ato ngjyrat e tyre. Dhe veshjet lidhen shumë me mënyrën se si, pra jo më kot tregojnë identitetin tuaj, sepse lidhen shumë edhe ngjyrat që ne zgjedhim me gjendjen tonë emocionale dhe shpirtërore. Dhe ju mund të vini re që në faza të ndryshme të jetës suaj, ju mund të preferoni ngjyra të ndryshme, veshje të ndryshme, modele dhe stile të ndryshme. Dhe kjo tregon shumë për ju. Prandaj, për ju lë me një reflektim të vogël se si ju mund të pyesni veten, çfarë mendimesh kam që në mëngjes? Dhe të shikoni se si thjesht vetëm kjo vetdije do të bëjë të mundur që ju të dini a vlen për ju apo jo. A përputhen me vlerat tuaja, po njësesi veshjet, apo jo? A do t'i vishni ju këto mendime, apo jo? Kjo është pyetja. Dhe po ashtu, edhe në lidhje me ngjyrat që ju përdorni në përditshmërinë tuaj. Do doja shumë të dija se cilat janë ngjyrat tuaja të preferuara
Dhe ju mund të pyesni veten, përse valli dua këto ngjyre tani? Sepse tregon shumë për ju, për fazën specifike të jetës suaj. Dhe është terapeutike në momentin që ju dëshironi të ndryshoni jetën tuaj, të jeni më të lumtur, më në paqe, më në harmoni, ndryshoni ngjyrat që keni përreth. Nëse dëshironi të tërhiqni dashurinë në jetën tuaj, vishni më shumë roz, vishni më shumë ngjyra që përputhen me dashurinë. Nëse dëshironi paqe, po njësoj. Nëse dëshironi balancë, ngjyra gri është perfekte. Nëse dëshironi mbrojtje, ngjyra e zezë, e të tjerë, e të tjerë. Kështu që po ju lë me këtë lloj reflektimi sot, dhe sigurisht mund të ndani mendimin tuaj lirshëm në komente. Jam shumë e lumtur të njihem me eksperiencat tuaja dhe me mendimin tuaj autentik. Faleminderit, shihemi në videon tjetër, mirupafshim.